2012 babi vdeq, merët vetëm motra me nonën. Dhe në 2014 nona u smu, vetëm morin këtë. Motra nuk ishte fëmijë, nuk gazan ku bashku në për mjek, tje po nuk ishte rezultate. Para 2 muje nona u vdeq të tu. Ma në jetë gjysë motra nuk mujti me ngellë shatonë. Ma si vdeq nona, dje ma qoj fotografinë motra ta kombet shatonë. Shëndetje Dita. Hajde. Është hera po që telefonojnë në radios tuaj edhe të shumë të pesh më ka dalë lëtë në radios tuaj. E kam besu të shpesh, mirë po me telefonu është ka hera po që telefonoj. Unë vetëm desha me tregu një histori dhe me tregu si qka është respekti dhe qka është shpërblimi merë njeri për zotit por i këshyrë prind dhe kujdeset për prind. Nëse ma ja po të ja 2 minuta me tregu në historinë në gjojës vërtet që qa ka ndohë familjen tëmë, atë le kësha tregu me dëshirë male. Urdhna! Mu prindim ka jetu një këtë gatë Gjermoni, dhe para lufte. Në pas lufte e ka marrë edhe nonën tëmë dhe motrën e vogël, sepse ashtu kanë qenë mundësit. Mirë po, në 2012 në babi vdeq, merët vetëm motra me nonën. Dhe në 2014 nona u smu, vetëm morin këtë. Dhe u sot në bojnë një operacion, dhe mos dhe. Mirë po në atë operacion, për ati momenti mami nuk mujti me poshtë. Ja këtu të shtrëtejnë të zonit dhe jetoj 10 vjetë, ashtu. 2015 motra vogël që ishte në Gjermani u taku me një djallë. Dhe ata vendosen për me jetu bashkë, mirë po për problem bisedës, motra e tha t'i djallit, unë e kam edhe diçka me tregu. Sot e kam nonën për smut dhe me di që kur nuk martona nonën nuk muj me la vetë. Aj djallit një djallë shumë bëjarë, thot, aja ka me qenë edhe nona ime, sa të shallë ka me jetu me neve. Shtë vazhdua 10 vjetë jetuan, motra nuk ishte fëmijë, nuk gazan ku bashku në për mjekë. Tje po nuk ishte rezultate. Para 2 muje nona u vdeq të tu. Ishte edhe motra këty. Tje, tiri motra të poj, ta kam qenë të mjeki, ta shpas ka ndodhë diçka. Ma në vjetë e gjysë motra nuk mujti me ngellë shatonë. Ma si vdeq nona, tje ma qoj fotografinë motra ta kombet shatonë. Kjo është shpërblimi maj malë për njerës që i këshyrim prind, i respektojmë prind dhe ju sot bazën e në motra këshyrim prind edhe të une sa ma shumë që është të motra. Shumë valim të edhe më falë që të motra pakur. Nuk po shpërblege zotive, ishtë në dyja, por aj që këshu prend, po shpërblime maj madhe, që nuk ka shpërblimat ma kur së zote me një të mej. Kështu që moza 2 muje gjysë të ashtë 7 ta. Të përshafi shumë. Në kushtë era po që më orilët dhe këtë emisionin tanë, edhe se s'pun telefonu kur, është era po, po jam sumpit më mund të lët me emisionin tanë. Edhe vendosa që këtë histori veç në emisionin tanë me shpalot. Shumë falenderit. Shumë të përqafi. Tash në mas, do të telefonoj edhe hera tjera edhe për gzim, edhe për çdo që kështë. E nise me gzim, kështu që të pres me në lajmëru për herë. Qa është ma edhim shmja është që na sa do që bojmë për prind prap nuk na duket e mjaftushme. A i kish përblimet ma të mdhaja të zotit kur bëm për ta? E di që janë. Vjen shumë keq që ka edhe fëmijë mos mirë njosa për prind. Aja mang jetë e gjysë të poti, mund që me ngellë shtaton, s'ka lo vend Gjermonisë vitër, që ti pasku nuk u qeni lasë 2 mujë nona o dek në 10 janar, ta është të më ba jemi në markë, me në 2 mujë më tire ta jam shtaton. Dhe më ba është përblimi maj madhe që eksistan. U bofshit familje madhe që ashtu që shkeni qenë në syte prindve t'juj. Që shka ndoshtë ata me ju pa.
pa që dole pak në shabitime. Heq kur gjo, faleminderit për mesazhin e mirë që edha sot në radar. Shumë faleminderit, kalofshi mirë. Të përqafi shumë, miru pafshim. Ngushlime për nanën.